Publikuan për herë të parë mesazhe tronditse nga telefoni i daursës. Çfarë shkruaj në bisedat kërcënuese private para tragjedisë së 25 vjeçares në Tetov? Ka kaluar javë nga vdekja e studentës Gaxhakova, Daursa Spahiu, një ngjarje që është ende në nënjetim të plotë nga autoritetet. Deri më tani kishte vetëm një dëshmi verbale. Për situata merr një kthes tjetër, me publikimin e komunikimeve elektronike. Është miku i saj Arber Zhubi, ai i cili ka vendosur të ndajë në emisionin Kosova Live në të shtatë për mbajtjen e telefonit. Ai ka zbuluar mesazhe tronditse, i dërguari të cilave dyshohet të jetë partneri të ndjerës. Gjuha e përdorur në këto mesazhe është tetë e ashpër. Në tekstet e publikuara që dyshohet se janë shkruar nga ish partneri, lexohet shprehimisht: "Kom ta djeg çdo që liz në trup, çka e ki." Komunikimi vazhdon në fraza si: "Ti je dekt, tu betova në tel." Dërsa përmendet edhe pagjumësia në pritje të, si shkruhet aty, hakmarrjes. Këto detaje të reja dalin vetëm pak ditë pasi të dielën e kaluar u organizua edhe një protestë qytetare. Pritet për të parë se çfarë peshë do të kenë këto komunikime për grupin hetimor që po punon në zbardhjen përfundimtare të rrethanave të vdekjes.